Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jozi nuk ka pas faj, unë vete provokova, Gjesti habit me deklaratën. Pas incidentit të ndodhur mbrëmjen e djeshme në Prime, mediat sociale pozejnë me komente ku i jepet të drejtë Gjestit. Ndërkohë vetë personazhi në fjalë Gjesti, pas ditën e sotme, i ka pranuar reglit që fajin e ka pas vetë ai. Gjesti është shprehur: unë jam i tmerrshëm, nuk ka pas faj ai shkreti, qysh ja kam çelur derën. Në atë moment është dëgjuar nga produksioni: kujdes mikrofonin, pra mos të vijoj kjo bisedë. Me sa duket vetë Gjesti e ka pranuar fajin.